Nëse pini ujë me limon para buke për një javë, nuk do ta besoni çfarë i ndodh trupit tuaj. Mënyra se si e filloni ditën është tejet e rëndësishme. Nëse jeni një nën, trajner, shkrimtar ose pronar i ndonjë biznesi, të madh ose të vogël ose mësues, ja se çfarë duhet të bëni së pari në mëngjes për të ndryshuar gjithashtu edhe rutinën tuaj ditore. Sipas filozofisë ajurvedike, para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Zgjedhjet që bëni rreth rutinës tuaj ditore ose ndërtimi i rezistencës ndaj komplikacioneve ose ndërtojnë ose shkatrojnë atë. Ayurveda fton të gjithë ta nisni ditën duke u fokusuar në ritualet e mëngjesit, që funksionojnë për të vënë në vijë trupin me ritmet e natyrës, për të forcuar kështu vetvlerësimin dhe vetdisiplinën e trupit dhe organizmit. Mendja mund t'ju thotë se duhet të kontrolloni emailin, të bëni një shëtitje me fëmijët tuaj, se nuk guxoni të vonoheni në punë ose thjesht nuk keni kohë të kultivoni ritualet tuaja të mëngjesit. Por nëse mund të gjeni pak kohë për veten tuaj të përmirësoni shëndetin, një prej tyre gjithashtu është edhe përdorimi i ujit të ngrohtë me limon çdo mëngjes. Filloni ditën me një gotë me ujë të ngrohtë me lëng limoni, nga një gjysmë limon dhe më pas filloni edhe përfitimet e rëndësishme të tij të japin rezultate. Është aq e thjeshtë dhe do të ofrojë dobi të mëdha për organizmin. Sipas ekspertëve të Healthline, këto janë përfitimet kryesore që do të merrni nëse filloni ditën me ujë të ngrohtë dhe limon. Do të forconi mirë imunitetin tuaj. Limoni është i pasur me vitaminën C, vitaminën B, fotas dhe elementë të tjerë të rëndësishëm në mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Të gjithë e dimë se vitamina C është shumë më e mirë në luftën kundër ftohjeve, gripit, gjithashtu problemeve të prostatës, stimulon më mirë funksionet tuaja të trurit, të nervave dhe ndihmon në kontrollin e peshës së trupit dhe parandalimin e komplikacioneve. Mënyra se si e nisni ditën do të ndikojë drejt për së drejti në aktivitetet tuaja ditore dhe gjithashtu do të parandalojë një sër komplikacionesh. Gjithashtu, pirja e ujit me limon në dietën tuaj ditore mund t'japë rezultate fantastike në balancimin e niveleve të pashit. Limoni është vërtet një ushqim tejet alkalin, por ato janë acidike në vetvete, edhe brenda në trupin ton janë alkalinet, ashtu si dhe ato ndjekin shëndetin e mirë dhe tregojnë një trup alkalin vërtet se është çelësi drejt shëndetit të mirë, gjithashtu edhe shëndetit të fortë. Shtimi i ujit me limon në rutinën tuaj ditore mund të ndihmojë gjithashtu edhe në reduktimin e kilogramëve të tepërt trupor. Limoni gjithashtu është shumë i pasur me fibër, pektin që ndihmojnë drejt një treti mjaft të mirë dhe ndihmon në luftën kundër dëshirave për të ngrënë. Gjithashtu është një nga pijet më të mira që mund të shtoni në dietën tuaj dhe gjithashtu të parandaloni komplikacionet e organizmit. Ekspertët thonë se personat të cilët duan të përmirësojnë peshën e tyre dhe të mbajnë një trup më të shëndetshëm, atëherë ujin me limon duhet ta kenë pjesë të dietave të tyre. Uji me limon ndihmon të keni një tretje më të shëndetshme dhe më të efektshme. Uji i ngrohtë shërben si një stimulues në traktin tuaj gastrointestinal dhe peristaltik. Vala e elementeve ushqyese bën atë një prej përzgjedhjeve më të mira ushqyese në dobi të organizmit, që ndihmojnë në lirimin e toksinave nga trupi dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Sigurohuni që në dietën tuaj ditore të shtoni ujin me limon, kryesisht edhe në vaktin e parë të ditës, ku do të keni një tretje më efektive gjatë saj dhe gjithashtu do të keni më pak probleme me konstipacionin. Uji me limon do të shërbejë si një diuretik natyral. Lëngu i limonit ndihmon në nxjerrjen jashtë të materieve të padëshiruara për shkak se limoni shton urinimin dhe kështu materie toksike lirohen me shpejtësi dhe një përqindje më të madhe dhe ndihmojnë në trupin dhe traktin urinar të jetë gjithashtu më i shëndetshëm dhe më i mbrojtur. Shtimi i ujit me limon në ritualin tuaj ditor gjithashtu do të ndihmojë të keni një trup më të shëndetshëm dhe një lëkurë më të pastër. Vitamina C tek limoni ndihmon në zvogëlimin e rrullave dhe të shenjave.
Uji me limon mban larg helmet nga gjaku dhe ndihmon gjithashtu të keni një lëkurë më të pastër, më të shëndetshme dhe të parandaloni edhe krijimin e komplikacioneve të saj. Hidraton sistemin limfatik. Uji me limon ndihmon që të filloni ditën më të hidratuar. Ndihmon në parandalimin e dehidratimit që lidhet gjithashtu edhe me lodhjen adrenale. Kur trupi dehidratohet me shumicë, nuk mund t'i kryejë të gjitha funksionet e tij, dhe kjo çon në mbledhje të helmeve, mbeturina të larta toksike, stres, probleme të kapsllokut, gjithashtu edhe probleme të rënda të shëndetit. Ato gjithashtu lirojnë hormone të rënda dhe kështu krijohen shqetësime në organizëm. Ekspertët thonë se shtimi i ujit me limon në dietën tuaj mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese për të nisur ditën dhe për të parandaluar edhe komplikacionet e një pasnjëshme. Nëse doni të nisni ditën me element të mirë ushqyes, atëherë shtoni ujin me limon në dietën tuaj. Mënyra se si e nisni ditën është mjaft e rëndësishme për mënyrën se si ajo do të vazhdojë. Trupi ynë është i përbërë nga organe dhe nga inde, të cilat zgjohen të dehidratuara dhe në nevojë të dëshpëruar për shumë ujë, në mënyrë që të largojë toksinat dhe të riparojë qelizat tona. Për ta bërë këtë gjë, nuk duhet të shohim përtej një gote me ujë të ngrohtë dhe limon për ta nisur ditën në mënyrën e duhur. Receta e përgatitur në këtë video është shumë e thjeshtë. Shtrydh në një gjysmë kokre limon dhe në një gotë me ujë të vakët. Uji i ngrohtë në mëngjes ka rëndësi sepse do të ndihmojë dukshëm gjithashtu të gjithë trupin dhe organizmin tuaj t'i bëjë ballë këtyre komplikacioneve. Në përgjithësi, nisja e ditës me këtë ritual do të jetë një element pozitiv në dobi të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Shumë njerëz e përdorin ujin me limon edhe si një zëvendësues kryesor të kafes së mëngjesit. Uji i ngrohtë me limon mund të ndihmojë shumë në këtë proces dhe t'i bëjë ballë një sër shqetësimesh. Në këtë video, sipas bërajt saj, do të rendisim disa nga përfitimet kryesore që do të marrë shëndeti juaj nga përdorimi i ujit me limon në mënyrë të rregullt. Uji i ngrohtë me limon do të reduktojë riskun e shfaqjes së infarktit të zemrës sipas shoqatës amerikane të shëndetit të zemrës. Ai pastron gjithashtu lëkurën tuaj, redukton shenjat e plakjes, duke përfshirë edhe eliminimin e rrullave. Vepron gjithashtu si një detoksifikues dhe sipas studimeve uji me limon ka aftësinë të kryejë disa funksione, sidomos edhe të përmirësojë punën e mëlçisë juaj. Ai përmirëson humorin dhe ekuilibron gjendjen tuaj emocionale. Balancon gjithashtu edhe nivelin e pH-it në organizëm. Përmirëson shëndetin dhe parandalon edhe inflamacionet. Vepron si një veprues reduktues i dhimbjeve dhe gjithashtu lehtëson komplikacionet. Ndihmon të keni më pak dhimbje të kokës dhe hidraton organizmin. Lehtëson gjithashtu diskomfortin si pasojë e kapsllëkut, i cili mund të ndikojë në shumë çështje imunitare. Lehtëson gjithashtu problemet e oreksit të tepërt dhe ndihmon reduktimin e kilogramëve të trupit. Gjithashtu ai përmirëson aromën e frymës suaj, qetëson dhe rregullon aparatin respirator. Lehtëson gjithashtu infeksionet e traktit urinar, parandalon dehidratimin dhe lodhjen e vazhdueshme, rregullon metabolizimin, parandalon lodhjen e trurit në punë ose edhe në shkollë, forcon gjithashtu sistemin tuaj imunitar, redukton prodhimin e mukusit në rrugët e ajrit, pastron organet nga brenda dhe gjithashtu i ndihmon ato të funksionojnë në mënyrë më optimale. Nxit funksionet normale të sistemit tuaj tretës, ju ndihmon që të arrini një shëndet më të mirë në tërësi, dhe përdorimi i ujit me limon në rutinën tuaj ditore, sipas ekspertëve të Healthline, është një nga përzgjedhjet më të mira ushqyese që mund t'i ofroni shëndetit tuaj në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Nëse doni të përdorni ujin me limon në rutinat tuaja ditore, atëherë duhet ta bëni atë gjithmonë në kujdesin e duhur. Nuk duhet ta pini në sasi tepër të larta dhe gjithashtu të mos zëvendësoni këshillat e mjekut tuaj me përdorimin e kësaj recete. Uji me limon është një përzgjedhje shumë e mirë në dobi të shëndetit. Për sa kohë ai përdoret me kujdes dhe brenda normës së lejuar, përgatituni të merrni përfitime të rëndësishme në dobi të vlerave të tij. Vëmendje:
Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet të mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.